Raca bisham frizi është një ndër racat më të dashura dhe më të shpeshta që ne hasim në ambientet e klinikës tonë. Raca bisham frizi është një ndër racat më të dashura që janë dhe janë një ndër racat më të shpeshta që ne hasim edhe në klinikën tonë, po edhe që mbahet në ambiente shtëpiake. Kjo racë është një racë e cila konsiderohet racë e vogël, pra është prej kategorisë të racave mini, pra apo të vogla, për shkak që kryesisht janë qenë që shkojnë me peshë deri në 5 kg apo 7 kg, ndërsa kur jemi tek temperamenti tyre janë të dashur, mirë po janë edhe qenë që disa sjellje të cilat i kanë në shtëpitë e tyre brenda ambienteve shtëpiake, për shembull kryerja e nevojave apo prishja e disa gjërave në shtëpi janë një sjellje të cilat janë më sfiduese për të rregulluar. Personaliteti i racës bisham frizi janë qenë njerëz zakonisht të përshtatshëm për familje dhe rekomandohet që të merren prej moshave kur janë klësh, për shembull moshës 3 muajshe e tutje, mirë po edhe nëse mirret në periudha më të vonshme kohore, është një qen i cili gjen përshtatje në familje të re, sepse është një qen i dashur me të gjithë, dhe në momentin që ka qenë në një familje ku nuk ka kaluar diçka traumatike, normalisht që mund të përshtatet në ambiente të reja dhe është një qen i cili mbahet vetëm në ambiente të brendshme shtëpiake dhe nuk mbahet në ambiente të jashtme. Për të gjithë ata që vendosin me marrë racën bisham frizi, ky qen nuk duhet të shëtitet shumë gjatë ditës, mund të shëtitet 2 herë, 3 herë në periudha më të vogla kohore. Kryesisht kjo bëhet për mi kry nevojat fiziologjike, domethënë qenit të kryej nevojat e tij fiziologjike, mirë po rekomanduhet që të bëhet edhe për shkak të aktivitetit, pra të ketë pak aktivitet, të luaj me pronarin e tij, të luaj me qenë të tjerë, edhe pse për shembull në stinët e ftohta kjo racë mund të luaj edhe në brenda, pra të shpenzoj ato burimet e saj burimet e energjisë të shpenzoj në ambiente të brendshme, mirë po gjithsesi ne rekomandojmë që të paktën 2 herë në ditë të bëhet një shëtitje për shkak të mirëqenies të qenit. Këta qenë janë më të prekur, më lehtë të prekshëm prej luksacionit patellar, mund të prekin nga alergjit, janë shumë të ndjeshëm ndaj alergjive të ndryshme, pastaj prej kataraktit dhe këto sëmundje janë kryesisht që i prekin këto raca, mirë po normalisht që janë edhe të predispozuar për disa sëmundje infektive që mund t'i prekin edhe të gjithë qenët. Të ushqyerjet e racës bisham frizi duhet të bëhet me ushqim kokër, i cili është i destinuar për qenë të raca të vogla, pra ka kokrën më të vogël dhe është ushqim i balancuar për këto raca, dhe është e rëndësishme që t'i jepet sasia e caktuar e gramëve brenda 24 orëve, ndërsa kur jemi tek kujdesja siç është për shembull larja, krehja, rekomandohet që të paktën do të thotë një herë në muaj të bëhet një shkurtim i vogël i qimeve, për shkak që këta qenë kanë tendencë që të lidhen dhe përveç shkurtimit të qimeve, gjithsesi duhet të bëhet edhe krehja në mënyrë që të evitohet lidhja e këtyre qimeve.